Eva Milona ka hyrë në histori si shqiptarja e parë e lindur në Shqipëri që emërohet në një nga nivelet më të larta të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo është caktuar në pozicionin Assistant Secretary në Departamentin of Homeland of Security, një nga institucionet më të rëndësishme të qeverisë amerikane. Milona është juriste diplomuar në Universitetin e Tiranës, ku përfundoi studimet në drejtësi. Në Shqipëri ajo shërbeu si gjyqtare në gjykatën e apetit gjyqësor Tiranë, duke u bërë një herë gjyqtarja më e re në historinë e kësaj gjykate. Pas emigrimit në SBA, ajo ndërtoi një karrierë të suksesshme në fushën e politikave të emigracionit dhe mbështetjes për refugjatët. Ajo ka drejtuar programin e sistemimit të refugjatëve dhe ka pasur rol të rëndësishëm në organizatën e Massachusettsit, ku shërbeu fillimisht si drejtore e politikave dhe avokimit, më pas si zëvendës drejtore ekzekutive dhe nga viti 2008 si drejtore ekzekutive. Milona njihet gjërësisht si eksperte dhe lidere në çështjen e emigracionit dhe integrimit të refugjatëve. Emërimi i saj në këtë departament konsiderohet një arritje historike dhe për komunitetin shqiptar dhe një dëshmi e kontributit të diasporës shqiptare në institucionet më të larta shtetërore të SBA-s. Kryeministri Edi Rama këtë të njëjtë ka zhvilluar një takim me Papa Leon XIV, edhe gjatë këtij takimi Rama ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama dhe djali i tij. Sipas një deklarate me shkrim nga Vatikani, Papa priti kryeministrin Rama këtë mëngjes në Vatikan, më pas u zhvillua një takim me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, me kardinalin Pietro Parolin dhe sekretarin për marrëdhënie me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, ministri i jashtëm kryepeskopi Paul Richard Gallagher. Në deklaratën e Vatikanit u nda informacione se gjatë diskutimeve të përzemërta u vu theksi në marrëdhëniet e mira dypalëshme midis dy vendeve, si dhe u trajtua çështje me interes të përbashkët në lidhje me marrëdhëniet midis kishës dhe shoqërisë civile në vend. Takimi u përqendrua gjithashtu në çështjet kryesore rajonale, duke përfshirë situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugën e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Hysam Feraj nga vetëvendosje ka akuzuar opozitën për kontakte me lobistë serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas postimit të tij në Facebook, PDK-ja dhe AK-ja po luajnë një lojë të dyfisht në politikën amerikane. Feraj thekson se Enver Hoxha nga PDK po shkëmben ide me lobistin e njohur serb Christopher Hill dhe më pas si prezanton ato në institucionet amerikane si propozime të vetat. Nga ana tjetër, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ndodhet gjithashtu në Shtetet e Bashkuara, por sipas Ferajt, kontaktet e tij me lobistët serb janë të konsumuara që më parë, në vijim postimi i tij plot. Opozita vazhdon takimet me lobistët serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga PDK, Enver Hoxha i këmbeni te me lobistin e Serbisë Christopher Hill, pastaj shpalosi ide të veta nëpër institucionet amerikane. Në SBA ndodhet edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, por bisedat me lobistët e Serbisë ka të konsumuara më herët. Mbase tani do që të tregoj se nuk ka lidhje me aktivitetet e Epsteinit. Ku mjen nis moj zan, opozitare shkruan ai ndër të tjera.